Sta qëtë fata po. Qëtë. Qysh mos me na qëtë. Po ty. O, po, atë e kene boka, hajt. Qashtë. Në atë më sotët. Kjo është një auti një kolegi ju, një ajo kshini. Sjell me pajtimin e qeverisë. Po na bojmë pa drejt. Islam? Ha. Po, islam. Normal. A është për gjithë shoqërinë tonë. Goja të lumë. Ju keni me vazhdu greven? Derën Në realizim kërkesa. ja le të na realizojnë ja se ndërprej meç. Djem, hajde një mani kush është organizu për që punë, një mani që të hajde. Një mani që të. Bravo Galis, një mani. Jo, si të rëmë. Hajde gati. Mirë. Unë quhem Begjet Vinarci, jam antar i Këshillit Grevist. Ne sot me të bimin e mëngjesit kemi marrë një vendim për të hyrë në grevë në ora 9:30 për shkak të mos pajtimit me vendimet e qeverisë në ditën e djeshme, datës 19. Në këtë grevë unanimisht me përkrojën e gjithë menatorëve kemi vendosur që të kërkojmë nga qeveria e Kosovës dhe parlamenti që ligji i cili është proceduar në komisionet qeveritare të procedohet urgjentisht në vendin e Kosovës, ashtu siç ka kalu leximet në komisionet parlamentare të qeverisë Kosovës. Për afërsisht janë gjithë menatorët që momentalisht janë punësuar në Ministrinë të Rrugëve dhe Votacionit, dikon për mbi 350 punëtorë janë deri tani. Dhe vetmja kërkesë është që ligji për kalimin e ndërmarrjes, kalimin e trepçës në ndërmarrje publike në pronësi të shtetit të procedohet në urgjentisht dhe sa më shpejt. Ne kemi dhënë një afat qeverisë që brenda 24 ore të procedoj këtë ligj ose të merr hapat e duhur për të proceduar këtë ligj. Në ndërkohë, Këshilli Grevist, nëse nuk vije dete ndonjë vendim apo informim lidhur me këtë çështje, do të mblidhet bashkëpunim me gjithë menatorët që gjenden në grevë për hapat e më të tjeshëm që do të ndërmerrim lidhur me vazhdimin e grevës apo edhe kërkesave tjera.